derisa deputetja të qetësohet. Deputetja e Lidhjes Shqiptare Ilire Dauti bllokoi foltorën e kuvendit pasi më herët kërkoi ndërprerjen e seancës për pyetje parlamentare me arsëtimin se nuk kishte marrë përgjigje me shkrim nga qeveria për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në foltore, asaj u bashkua dhe kryetari i partisë Zjadin Sela. Ose unë kërkoj në emër të gjithë deputetëve që kjo seancë sot të ndërpritet sepse nuk ka kuptim të vazhdohet me pyetje tjera dhe unë nuk lëviz nga kjo foltore sot për sa kohë që nuk e marr përgjigjen për pyetjen të cilën e kam parashtruar herën tjetër, gjë të cilën ma mundson rregulloria dhe që kryeministri duhet të jep përgjigjen. Ose do dalë çdo përgjigje shtu fillimisht për pyetjen time, ose kjo seancë sot nuk do vazhdojë më tutje. Pas kësaj, kryetari i kuvendit Afrim Gashi shpalli fillimisht një pauzë për gjysmë ore për të ulur tensionet, por me që kjo nuk solli rezultat, dha edhe një pauzë tjetër prej një ore. Paraprakisht në takimin e sotëm me gazetarët, Gashi foli për ligjin për përfaqësim të drejtë, për të cilin tha se ligji mund të ketë mangësi, por siç thoi, më mirë të kemi ligj sesa mos të kemi fare. Kryeparlamentari tha se ligjin do ta vendosë në procedurë atëherë kur ai do të vlerësojë se është momenti i përshtatshëm. Kështu që nuk është ideja që të kontrabandohet diçka që ne kemi filluar 2 vite, po punojmë në mënyrë shumë të detajuar, me prezencë dhe me participim të ekspertëve të Komisionit të Venecias, ligji i sjellur në procedurë të rregullt, me debat publik, me gjithë këto nishane, askush nuk e ka idenë dhe nuk e ka qëllimin që të kontrabandohet, për shkak se gjithë kjo procedurë, gjithë kjo përgatitje për atë ligj nuk mund të cilësohet në atë mënyrë. Unë po provoj që të krijohet hapësirë të diskutohet mes grupeve parlamentare që të kalojë një ligj aq i rëndësishëm që jemi duke e pritur 22 vite dhe nga ana tjetër po përgatitet 2 vite në instancat më të larta të ekspertëve të politikës e kështu me radhë. Unë jam i bindur se ne duhet të shfrytëzojmë gjitha mekanizmat politik që të bindemi se ai ligj është i nevojshëm për momentin. Në asnjë moment nuk kemi thënë se ligji është perfekt. Ai mund të ketë mangësi, por mangësitë po presupozohen apo po prejudikohen. Unë mendoj se duhet kemi një ligj, sidomos për parimin kushtetues, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, shumë më mirë është të kemi një ligj sesa të mos kemi fare. Prandaj unë edhe një herë bëj ftesë që gjithë deputetëve që të ulemi, të shohim mundësinë që të bindemi, ta votojmë ligjin. Nëse nuk ka vullnet, do ta vendosim në plenum, do të deklarohen deputetët dhe cili do të jetë vendimi shumicës, do ta respektojmë, nuk shkon me zor asnjë send. Më herët opozita shqiptare akuzoi kryetarin e kuvendit Afrim Gashi se po e mban peng ligjin për përfaqësim të drejtë, duke pritur një moment kur opozita të mos jetë e pranishme në seancë për ta hedhur atë në votim. Opozita ka vërejtjet e saj për këtë ligj, andaj e kundërshton.